Prej më shumë se një muaj ka rifilluar zbatimi i projektit Një vakt për pensionistët e vetmuar dhe të moshuarit në nevojë që jetojnë në territorin e Bashkisë Roskovec në qendrën multifunksionale të qytetit. Nga ky projekt i financuar nga Fondi Social i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, i cili ka nisur të zbatohet që nga viti 2023 në Bashkinë Roskovec, përfitojnë rreth 50 të moshuar nga qyteti i Roskovecit dhe fshatrat e njësisë administrative të cilave ju ofrohet çdo ditë vakti ushqimor i drekës, është shprehur kryetaria e bashkisë Linda Bufi. Sipas saj, në qendrën multifunksionale të Bashkisë Roskovec ofrohen dhe shërbime të tjera sociale për fëmijët me aftësi ndryshe, si fizioterapi e të tjerë me stafin e qendrës, por edhe me specialistë që punojnë me kohë të pjesshme, si neurolog, logoped e të tjerë. Gjithashtu në qendrën multifunksionale të Roskovecit ofrohen edhe shërbime psikologjike për gratë në nevojë apo të dhunuara dhe gjithashtu organizohen aktivitete për të rinj për socializimin e tyre, nxitjen e mendimit krijues, zhvillimin social e të tjerë. Por qëllimi kryesor i tanishëm është zbatimi i projektit Një vakt për pensionistët e vetmuar dhe të moshuarit në nevojë që jetojnë në territorin e Bashkisë Roskovec. Prej gati më shumë se një muaj, ne kemi filluar përsëri një projekt të cilin e kemi zbatuar edhe vitet të tjera, i cili ka të bëjë me shërbimin ndaj moshës së tretë dhe kryesisht ndaj atyre, po themi, prindërve të cilët janë të vetmuar, nuk kanë njëri tjetër në familje dhe përmes një aplikimi që ne bëm në Ministrinë Përkatëse, ne arritëm që të fitonin një grant i cili kishte të bënte pikërisht me këtë lloj shërbimi, pra me dhënien e një vakti ushqimor për pensionistët të cilët janë të vetmuar dhe këtë shërbim ne japim për rreth 50 veta, 50 persona në të gjithë territorin e Bashkisë Roskovecit. Përveç se ne në ambientet që kemi në qendrën multifunksionale të Roskovecit, zhvillojmë, po themi, të japim ato aktivitete që kanë lidhje me shërbimet sociale, që kanë lidhje me shërbimin ndaj moshës së tretë, duke krijuar aty mundësitë për të pirë një kafe, një ujë, një çaj për gjithë, po themi, pensionistët. Japim shërbim për fëmijët me aftësi ndryshe tek qendra asnjë mos mbetet pas dhe me stafin që ne kemi në bashki i kemi fizioterapist, kemi punonjës social dhe marrim edhe staf me kohë të pjesshme që ka të bëjë me shërbime të tjera si logoped, mjek neurolog. Dhe gjithashtu në ambientet e kësaj qendre multifunksionale ne japim shërbime edhe për gratë të cilat janë të dhunuara, gratë vulnerabël, që nuk kanë mbështetje, po themi, janë kategori në nevojë, apo dhe aktivitete për të rinj që kanë të bëjnë me socializimin e të rinjve, me zhvillimin e tyre social, me shoqërizimin e tyre dhe në projekte të ndryshme që ne fitojmë. Por shërbimi më i rëndësishëm që ne kemi tani është dhënia një vakti ushqimor për pensionistët apo për prindërit e vetmuar të cilët nuk kanë asnjë në familjen e tyre. Bashkia e Roskovecit, në bashkëpunim me Ministrinë Përkatëse, do të vazhdojë të tregojë gjithmonë një vëmendje të shtuar ndaj këtyre kategorive të shoqërisë tonë. Pensionistët pohojnë që sipas mundësive fizike të moshuarve, vakti shërbehet në qendrën ditore Kafja e Gjyshit, por edhe në familje. Ne argëtojmë, dhe mësojmë, dhe mjetë tjetin, e se për godekët, ose të kata të vetëmorit, ka treka, ka festa. A që s'ka mund të këtu e qojnë dhe shpitre. Edhe shërbimi këtyre është një qendrë pastur, shërbimi këtyre shumë i mirë. Një qendrë shumë e mirë për pensionistët, aktiviteti për të rrë Lodra, na serviret çaj, kafe, edhe drekë për të vetmuar. Kryebashkiakja Bufi ka theksuar se Bashkia e Roskovec synon të shtojë numrin e të moshuarve të vetmuar dhe pa përkrahje përfitues të projektit e një vakti ushqimor falas, pasi janë edhe mundësitë ekonomike të qeverisë, por problem ngelet mentaliteti i të moshuarve, të cilët e kanë të vështirë për të pranuar trajnimin me një vakt ushqimor falas, i cili sipas zonjës Bufi nuk duhet trajtuar si lëmosh, por si ndihmë dhe përkujdesje nga shteti për këtë kategori të shoqërisë.